Ne kem shku prap në takim. Prap kem pos qose parimore, mbështetëse dhe proaktive, në rujtje, në mbrojtje të demokracisë. Dhe çka kem thonë ne? Ti ki 57 vota, na i kem 22. Së cilën pozit lort të këtij veni e ka lëvizja vetëndosje. E ka të fitune prej procesit zgjedhor. Nuk e ka të folne, e ka të fitune. Edhe kryeministrin, edhe kryetorin e kuvendit, edhe ministrat. Nuk është mirë për demokracinë, nuk është mirë për shoqërinë, nuk është mirë për vendin me u bë pushtet dhe sistem autoritar që udhëhiqet prej njeriu. Dhe roli jon prap ka qenë me mbrojt institucionin, me mbrojt shoqërinë, me mbrojt shtetin. Dhe i kem kërku që me shku në seancë, me pos qosje bashkëpunuse, me pos marrëveshje pozitive për vendin, edhe me u zgjedh president dikush që propozohet prej Partisë Demokratike të Kosovës, po jo më propozu veç një. Jo më propozu veç një dhe me u bogor në numra aty. Se ne dim sot deputet i ka vetëndosja, soi ka PD-kyja, soi ka LD-kyja, soi ka AA-kyja edhe soi kanë minoritetet. Dhe e dim epilogun e asoj gore. Nuk është kjo temë me bo hajgore me fjollë. Është temë me tregu vullnet edhe me mbrojt demokracinë. Pra, ju po lyp një garanci. Pra, na po lypom, me kandidu edhe kandidatin, edhe kundërkandidatin. Pra, më propozu edhe kandidati, edhe kundërkandidati, edhe me shku me zgjedh presidentin i kem numrat. Duhet me konë veç vullneti prej Zotri Kurtit. Nuk po synojna me zgjedh dikonin që e merr flamurin e partisë. Po synojna me zgjedh dikon që e mbron demokracinë, e përfaqëson vendin, edhe i bën ner institucioneve, edhe me pos konsenzus. Pse janë 2/3? Emri i Vjosa Osmanit konsensual. Arjan. Emri i Vjosa Osmanit nuk mundet me konë konsensual, për shkak që Vjosa Osmani ka pos qosjet njanshme çdo herë. Prej ditës të parë kur është aty ka pos qosjet njanshme, edhe dotën 28 dhjetor, edhe pjesën tjetër ka qenë e njanshme, po Vjosa Osmani nuk e ka problem për dykën. Vjosa Osmani e ka problem Albin Kurtin edhe vetëndosin. Asoj nuk vjen rani morte për dykyja heq, se Albin Kurti me dosht me zgjedh Vjosa Osmanin, Lumir Abdigjiku sot e tha, që ne e mbështes Vjosa Osmanin, as nuk diskutohet. Domethënë ka zgjedhje në tavolinë, mundet me bë. Nuk është Lumir Abdigjiku 15 vota, edhe 67. Po vetëm se Lumir Abdigjiku ka thonë që unë i përfaqësoj, po nuk muj me e bindë sepse mundemi me pas qëndrime të ndryshme. Mundet dikush, ndoshta dikush mundet edhe me votu kundër, po vjen 61 vota për. 80 me konë të praneshme që munen me mbyllë si cikull. Nëse Albin Kurti dënë mjë shmongë zgjedhjeve, e konë dorë mundësin me zgjedh presidentin nesër. Jo mas nesër, nesër e zgjedh. Po, ju po thoni që Albin Kurti se dënë Vjosa Osmanin? Albin Kurti me dosht mjë shmongë zgjedhjeve. Nesër mundet me zgjedh Vjosa Osmanin presidente, bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është pjesë që duhet me u thirrë, duhet me u diskutu, duhet me u respektu, po pa aliancën, pa PD-kën, dhe pa aliancën veç me Lidhjen Demokratike të Kosovës mundet me zgjedh kryetori i Lidhjes Demokratike të Kosovës e pohoi këto. E na e pon pas takimit, tha unë kesh, nuk është që për me emra,